Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Hallo Lindita, a mujte? O, ti je shumë e shpejt. Erdhët në live-in e sotëm, uroj që jeni mirë, edhe që keni pas ditë mira. Faleminderit që po merrni kohë me konsultën këtu me neve. Hallo Lindi. Brava ti që Mama, përshëndetje. sot shkruva me këqyrë ku je. Jo, këtu në fakt, po e ke po ka njerë kjo teknika që ta banon ka njerë ka një minut ka dy. Ale mirë, Mirë, faleminderit, audove. mirë. Po, si me thonë, jo, mirë. Sot kështu me vetdijet plot, ku marr pak më shumë kohë për vetin mas dite, është fjolla. Tani mirë shumë. Po, ti, a je mirë? Unë e mirë jam, përfundova punën këtu edhe Okej. në halajëm këtu në ordinancë, po tash Tani mirë shumë. Si kalove? A je lodh ti? Mirë, po, sot më shumë me kry. Ka një herë. Po, Ka një herë është pak më ndryshe. Dhe mirëmbrëma gjithë dhe uroj që jeni krejt mirë. Uroj që edhe do të kenë pyetje, sa më shumë se ka një herë njëri spjegon, por kur janë pyetjet, atëherë del edhe më shumë, domethënë nxjerr edhe më shumë material njëri gjithmonë, edhe kështu që uroj që të pyetni edhe mos hezitoni se bashkë kem temën për vetbesim, edhe çish rritet vetbesimi. Edhe të bo pyetje rritet vetbesimi, çka do të thotë? Pa tjetër shumë mirë e ceke që vetbesimi mundet me koni vogël, po nxjerros shumë gjënë. Vetbesimi në fakt është sa i besoj vetës dhe sa i qes projektet e mia në praktik. Po, kur ka blokada, kur vinë pyetjet, atëherë muj me zgjaru. Mirë fole. Po, se... Muj me zgjaru. Normal njeri, une kam edhe për veti kështu që kur du me dhonë shumë informacione, ndo këtë që qatë shumë mundona mi mri krejt, atëhere mungojnë disa, e kështu që kur bohen pyetje, rrje tani, do më thonë është pak si ma let me i kap ato temat që... Po. Që i qesin pak se onësh. Po, thash, është një vetbesimi është nuk sqarohet shumë gjanë, po ka do me thonin shumë të fillë, nëse punoj me ta. Ashtu edhe vetë vlerësimi, ashtu edhe vetë dia. Po, Tri fjali që ngjyrosin jashtë zakonisht shumë, muj me ngjyros pozitivisht, po edhe anën tjetër. Vetdia edhe vetbesimi, ato janë balancim, do të me kona në balans. Se pa pas vetbesim s'mundesh me njoftë as veten. Eksakt. E kështu që duhen të dyjat, duhet edhe vetë vlerësimi, se edhe ajo është një temë, do më thonë, vetë vlerësimi, se na zakonisht jemi mësu vlerat më na i dhonë dikush tjetër, nuk kja jep në vetës. Edhe, përsa ta e ndihet ajo lufta madhe mes njerëzimit. Po, vetë vlerësimi nuk vjen asnjëherë nga jashtë, mbranda vetës e ki. Ashtu edhe vetë besimin, ashtu edhe vetë dijen. 3 shina që përputhen lidhen bashk, shpesh e lidhen bashk, po janë prapë të ndome, edhe asnjë nuk vjen nga jashtë. Na muj me mësu nga kritika jashtë, me po gjitha gjinën mrena. Kritika, po ka dhe kritik të mirë. Varë që shformulohet. Varë që shformulohet. Që shtuhet. Varë që shvjen. Po, une e kum postu para 2 ditëve qikën teme të i bo kështu pallaqinka edhe se çdo herë i ceki edhe pak fëmijën kur t'hin live kështu se që s'ka lidhet me fermeria, kupton edhe une kom qef ato eksperiencat e mia shpesh mi ndo. Edhe normal që me shporet është pak frit me punu, se djegën, me thika, me kështu, po unë i lo se, thëmë, edhe nëse vrohet pak, edhe nëse djegët pak, nuk është kiamet, se
me rëndësi është mos më konë shumë, po në qëtë mënyrë rritet vetbesimi se Po, zakonisht do më thonë se sa ma herët aq ma mirë se zakonisht unë tash s'po du me e këcy në temë me njerë se kur zhvillohet vetbesimi, po që jo, sa me ma shembull, herët aty fillon. po, Aty fillon. sa ma herët aq ma mirë edhe se e vrejt dhe më thonë edhe vetë e di, kur më konë për shembull e vogël, më ka interesu gjithmonë me mësu sa ma shumë, po shpesh për shembull kanë thonë mos e s'din, mos e ban, leje, edhe në qëtë mënyrë dhe më thonë ja ta kanë rrit vetbesimin, ja ta kanë ullë vetbesimin. Po, Mos e po përlohesh, mos e po djekesh, Po, mo kështu, mo. I edhe ta nalin, japin do më thonë atë bindjen se ti nuk din. e në çdo aspekt. I nalim gjithë atë frymëzimin e zhvillimit ton personal me mo nga frika e tyne. Mos e mosh gotën, Nga mos të e dosh me na derojt. mbrojt, po. Ta qes, unë mos e po pik, mos e po zhyt, Po, mos e... për ata është një teori shumë e thjeshtë. Po, dhe më thonë, në fakt, adin, kur je i vogël, ose në femëri, nuk i jep shumë vlerë, se do këtë që është diçka e vogël, edin, nuk do këtë që ka një efekt madha, më kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për jetën, se ti pa vetë besim, s'mundesh me dalë as për shtëpisë tonë. Qysh Po, duhet? vërtet është, po. Se të mungon guximi. Më ktheve dhe mu tash një kohë jo femëris, i kum pas 13-14 vjetë që të dikon. Edhe ma lidhe tash me gjyshën që ndrojet para 3 javë. Ani me mushlime, se Po, ta më faleminderit. Edhe shkull dikon do këtë gjyshja krejt, as një gru nuk ken shpe, dhe one me një qik ta që su qume po pite. Nuk deshim qaq mirë. Edhe na duhet pitja por ashtë. Se s'kemi ditë me po pa e dhunë. ndyrë. Jo, s'ke, po nuk kishin në gjendje tani mi thonë dikuj si jena mënu, edhe me na kallzu si që shtuat tamën, se nuk e kishim atë guximin se ishim qu pa ju tregu grape. Pa lejen e tyne. Pa lejen e tyne. E këto nale tani se gjithë shka e ki... Unë kom provu shumë, kom provu jashtëzakonisht shumë, po as një hap me të thonë dikush që adin bëne apo ju se prit, jo, po veç ka ke mujt vetë. E tash, jo që e një hy këto, ka dhona një pak përjetimet e juve në i shambull dhe na të regojmë tani se çka të më thonë vetë besimi, vetë provoja është, në fakt, e dikur tani që kjo energjia se s'nalet as njëherë, kur e dita se pak do të me komuniku me vetën edhe me shqyrtu ato se çka bën mirë, çka është keq edhe kur të shish që nuk ka dalë një punë mirë, e ta pranojsh edhe aty ngritet vetbesimi. Unë e këtë shambull dhe përmeni shumë të pitës e të asaj që kom provue edhe sa ma shumë që të qetë në praktik edhe mos me dalë mirë. Kur të reflektojsh mi ato, rritë tani vetbesimi. Kjo tash vjen nga periudha e profesionit ma shumë që e kum kuptu si që ka dënë me thonë. Nuk është që jo këtë tema vetbesimi olt, vetvlerësimi dhe vetdia vetëm të na shqiptarët ka dhe këto. Bile, unë e thëmë, në popullin jashtë të janë edhe matë më shefta, edhe matë më shefta sa të na, po na seriozisht s'kemi guxof kur gjo. Me kënd folje ka përjetut njëtin historin, ka ajo mbrojtja që ka ndash me na mbrojt. Esenca aty nuk konë që ka ndash me na mbrojt edhe mi pas krejt që ta në kontrol. Po gjithë me qatë mendim normal, prind e bojnë qatë gjest, se ata një familja kanë frikë edhe mundon më kujdes shumë për neve edhe ama e dëmtojnë njëtën kohë fëmijën me ato. Po, se lojnë më shpletu, se lojnë më zhvillu, qka është shumë e natyrshme, qka ju duhet fëmis më shtetja jonë. Shumë mirë edhe s'ka një punë që më shkon. Unë prej Zotin e kam si dhun ti, qka provoj me delë shumë mirë, edhe s'ka një punë që më shkon. Valbona nuk po kuptoj mirë qëto. Unë prej Zotit po thot e kam si dhun ti, qka të provoj më delë shumë mirë. Edhe s'ka punë që nuk i shkon. Valbona, aje binjak, aje ujor. Që nuk shkon apo që më shkon? Që nuk më shkon. Gjithë shka dhe më thonë është shumë anshme, i vonë shumë mirë. Po ani ti po të rëgon që e ki vetë besimin e fort. Bravo. Po dhe. Se lojnë frymë me marë.
Tash, Ziz një mroma. aha, ti po e njeh, okay. Agapore, okay. Po, duket po e njo, po sigurt që jam zizën se je, Ziza Aldvisit ma jep një gesht për pjetë dhe kalzon si që shë ti vetë besimin. Përshëndetje. Po, dikush normal që ka edhe për një me është sillon ti kjo vetë besimet e disa persona, se edhe unë gjithmonë e di, kur kom qenë e vogël, kur s'ka mujt me mnal, çka kom dosh me bu, ato që kom dosh me bu, e kom bu. Po, e ndalesa në nxit. Kjo është Po, të dikush në nxit, të dikush jam myt krejt. Po, të dikush në nxit, të dikush jam myt krejt, po shpesh herë nxit. Po. A mundet me arrit prindja dhe të kundërtën të fëmija? Po, do më thonë, une, çka kisha dosh me thonë është vetë besimi, do më thonë është, çka do më thonë vetë besimi? Vetë besimi është thjesht me kuptu se kush je. Me kuptu se çka ndjen, edhe me kuptu se çka kudon nga jeta. Se kur s'kemi vetë besim, do më thonë, na as nuk e dim se kush jemi, as nuk e dim se çka dojmë nga jeta, edhe do më thonë jemi të pasigurt në gjithë shka. Krijohet pasiguri e thellë atëherë. Tani gjithë kjo na çon do më thonë në krahazim masanej me shumë njerëz tjerë, se vetë besim do më thonë sa ma shumë që ti guxon mu tregu ashtu që shi, sa ma shumë gabime që bën, sa ma shumë që provon gjona, sa ma shumë e mat veten me një farë mënyre, aq ma shumë ti mundesh më shpalos me njoft veten ma mirë se kush je, çka mundesh me bu, çka guxon, do thonë kur për shembull që kjo neve na mungon në jetën tonë, se njerëzit për shembull pyesin për manifestime e për këto se kjo tema manifestimit është bërë sikur trend, ama është në fakt krejt diçka tjetër. Edhe ajo pjesa që ligji të rreqës, domethënë ti nëse nuk i vet besim, është e kotë për shembull me marrë me shkru diçka, me bo diçka, me thonë afirmime, kur mrena vetes i ki 1 milion blokada. Po nuk është e lidhme edhe nuk transformohet në ndjenjat jetën kohë. Çdo manifestim ti e mjell atë dëshirën që e don. Po nëse e ki ndonjë blokadë, ajo duhet mu transformu. Po nëse do më thonë se dëshira është gjithmonë, dëshirë ka secili. Por nëse ty të mungon vetë besimi, nëse ty të mungon guximi, se vetë besimi është gjithmonë me guximi lidhë. Nëse ty të mungon vetë besimi, do më thonë me u shpreh në atë mënyrën që shi, e zakonisht se tani kjo lind shumë krahazimi, do më thonë se na e shohim për shembull, për shkak janë edhe kopijimet shumë të mëdha, imitimet bëhen jashtëzakonisht shumë. Se gjithmonë shkojmë të kur s'ki vetë besim, se një vetën kush je, edhe tash ti shkon krejt fokusin prej vetes tënde, tani ti hinë në kërkim. Edhe shkon të këshyr tjerë se çka po bojnë. Kjo është lakmia tani që e lakmon tjetrin, ndoshta mundet me qenë edhe energji inspiruese, po prap mas mirë është me lyp të vetja, se çka mojon e çka diun. Energji inspiruese, unë mendoj, okej, për shembull, dikush mundet më na e dhon një shtypje, apo kupton, në ide mundesh me marrë për dikuj, ose diçka, po, ose një motivim, do të thonë me të shtypak, ama pa një vetën është të kotë. Na vynë idolat, na motivojnë idolat edhe mundesh me inspiru, mundesh me marrë edhe ndonjë ide, pa ajo duhet me qenë adekuate edhe me ty. Ziza, po vetë pse nuk kem vetë besim? Çka mendon ti Zizja? Nuk e di kur jina se na me fillim sqarum, po ndoket që tjerat nona tona. Jo, unë do të them çka mendon ti pse mungon vetë besimi? Edhe unë mendoj që vërtet janë pak njerëz që kanë vetë besim, se vetë besim, do të thonë, vetë besimi ka shumë domethënie, është në fakt shumë e lehtë, po ka një domethënie jashtëzakonisht. Lun rol shumë të madhe, me fillim me ceka, është një fjali
se s'është pse nuk është një fjalë, një shinë, po ngjyros shumë jetën tonë. Se kur mungon vetbesimi, kur mungon guximi me qi diçka në praktik, ajo tani ndalon. Dhe si në gjendje me qi diçka në praktik, çka don ti, çka don personi vet. Kjo shkon tani zinxhir. Këta ndalon vetdijen, vetvlerësimin ashtu kështu, se nuk je i lidhur me veten. Kush kapet është nuk e di çka shkruvi Ziza ku ka aktive, kemi prek me këtë temë. Po, shumë kush nuk ka nga femeria, që s'kan pas kohë dhe s'kan ditë më marrë me neve. Po, e mira është që asnjëherë nuk është vonë me mësu vetbesimin. Edhe mu kthy nga vetja dhe me gjetë në potencialin. Te dikush për shembull, se mvaret edhe sa është njeri i vetëdijshëm prap, sa domethënë se edhe çfarë energji ka, energjinë individuale, se ke po që ka për shembull fëmijë që bashkë prej atyre prindve që janë pafuqishëm komplet hiç, ai domethënë që ato të vujtne ose që ato heka si fëmijë që i ka, ai i shef diçka si shtyse shumë, që e shtyn atë fëmijë domethënë që me u bo nga vujtje që i ka pas, prap me pas një vetbesim të madh. Domethënë edhe kjo është kjo pjesa tjetër se normal që kritikat në femëri luajnë rol jashtëzakonisht shumë, se jo vetëm pe familjes të ngushtë, po edhe prej rrethit, edhe prej shkollës, për shembull, dëmtohet vetbesimi shumë, se sidomos tani kur janë nisur nga bollizimet, ndoshta edhe nga një mësues që nuk ta jap vlerën tamam sa ki, edhe nga ajo ka shumë faktor tjerë, po nëse e ki vetbesimin e ngritur nga shtëpia, ma pak ngjyroset edhe nga jashtë. Po ajo është po se po. Më thonë nëse e ki nga shtëpia, edhe sidomos nëse je edhe e ki pak me të lindur, që ti e ki vetbesimin, domethënë, atëherë nuk ka kush që mundet me të nërë. Amo rrallë ndodh kjo, që nuk të preket vetbesimi, që nuk dëmtohet vetbesimin nga kritika, se duhesh me qenë jashtëzakonisht shumë i fortë për mos me u ndiku prej rrethit, edhe prej energjive tjerëve. E sidomos që thash kjo pjesa shkolla, sidomos kur fillon me nota, fillon me u etiketu, për shembull ti mundesh me veç kaq, ti mundesh veç kaq, aty jashtëzakonisht ulet vetbesimi. Unë po nisna prej vetit prap kur kom qenë e vogël si fëmijë, me të vërtet jam një person që më intereson gjithçka. Nduket edhe unë për vetit çka të shoh munda me bu. Po, kur kom marrë në Zvicër, domethënë në atë moshën 9 vjeçe, edhe kur kom fillu tani këtu një jetë të re, me njerëz të ri, me gjuhë të re, domethënë me ballafaqime të reja. Edhe mu ka ul vetbesimi shumë. Edhe domethënë mu ka dosh shumë e punu me veten, që me gjetë veten prapë, sikur fëmijë, se për shembull fëmijë kur kom qenë, kom qenë fëmijë dallun se çdo herë më thoshin, "O ti je shumë direkte." Domethënë kom qenë shumë vetvetja. Po kur kom marrë këtu, jo nuk je zvicran, domethënë jo je shqiptar, jo s'po e din gjuhën. Prindëmi vërtet nuk kanë pas vetbesimin sa duhet, se kanë ardhur këtu për idare, që i thojmë na, e kupton? Tani krahasimi vjen ashtu kështu me një herë, edhe më ka unë vetbesimi shumë. Edhe më ka dash, domethënë sado që kom qenë unë e vetëdijshme si fëmijë e kom qenë në thelb temin edhe kom qenë e vëllëzimshme, prapë jo më ndikur shumë prej rrethit. E kjo dhe më thonë, neve na pengon shumë në arritjen e qëllimeve tona. Po, e lu një rol shumë të madh. Se kur s'ki vetbesim tash nuk mundesh me qitë në praktik ideja tua, edhe i merr gjitha temat tjera që janë ushqyse, vetvlerësimi edhe vetdia, i mbulon aty. Masanej atëherë bllokohet ai potencial në veten tonë, edhe shfaqet tani
zotruna ndonjë smundja, ndonjë pakënaqësi e tjera, tjera, tjera. Kështu për ata është më rëndësi me njeh potencialin tonë dhe me ngrit këto elemente që ka i kitë nevojshme për jetë. Ziza po shkruan, unë kam energji shumë, s'nal kush jam shumë e fortë, po ka njëherë mendoj se më hub. Në cilat momentet hub, Ziza? Në kontekst, në cilin moment? është edhe pak normal, se ti duhesh me qenë goxha luftëtar i fort. Se çdo herë do më thonë, qëre se kjo pjesa e vetëbesimit është, do më thonë, sa ma shumë që do më rrit vetëbesimin, as ma shumë duhesh me qenë vetja jote e vërtet. Më konë autentik. Edhe kjo është një arsye pse shumë njerëz nuk mundën me qenë vetja e tyre e vërtet, sepse vjen gjithmonë ajo frika se mos të lëndoj tjertë. Edhe mos nuk po pranohen. Edhe nuk pranohet një vendim i atij personi apo po që s'po pranohesh hiç, domethënë në një rreth, edhe është e vërtet, nuk pranohesh. Nuk pranohesh. Ndryshimet janë ndryshimet nuk pranohen lehtë, po ndikojnë. Nuk pranohen lehtë, edhe që thuhet për me qenë vetvetja, nëse do me qenë vetvetja 100%, s'pare duhesh me qenë gati, me u përballë, me krijuar me qëtu. Me u përballë me njerëzit, se edhe më koni gatshëm për konflikte. Më përballë se mi pranu. Dikun dosh më përballë, dikush dosh mi pranu. Unë nuk ja vjen me investuar energji për të vazhduar. Do të pranu ty, nëse ti je autentik, tjerë do të pranu ty ashtu. E kush pranon ashtu për kush? Ka njerëz aty këtu që të pranojnë, po shumica reagojnë se aty automatikisht e tërheq një energji tjetër, ndryshim, je bosh më ndryshe, nuk je më ai personi që të ka njoftë përpara. Po do me thonë që kur nuk mundesh mi zgjedh konfliktet në dialog, atëherë s'metet diçka tjetër, veç me pranu dhe me marrë rrugën tonë. Ashtu kështu, po kjo do më thonë që dush me koni gatshëm me hup edhe disa persona. Po. Po varet kanë hup edhe çka hup. Nëse ku më hup një person që ka dhënë shtetje, një mungesën po ka njerëz që nuk humb kur gjohën në atë vendim. Kur je i vetëdijshëm, e di. Po kur nuk je i vetëdijshëm, ti ki frikë për çdo person vetëm ndoshta. Po, se për shumicën e njerëzve është e rëndësishme harmonia, raportet e mira mi pas. Edhe zakonisht edhe flasim për shembull, është mirë mi pas raportet e mira, është shumë e rëndësishme me pas një rreth. Është na vjen njerëz neve për rreth, na vjen raportet e mira, po ato autentike dhe ato që të plotësojnë. Ato që t'japin energji edhe që është mbështetja e dy-anshme. Nga ona e tij apo të asaj edhe nga ona e jote, se është e natyrshme. Asnjë lidhje nuk funksionon veç me marr. Se edhe dhomë si dikurat e lodhet, po kupton, nuk është kur gjon në balancim. Për këtë arsye ku nuk mund me marr tani më, janë reaksionet ndryshe. Për këtë po të thamë atë nuk humb kur gjo, kur jeti veç në dhënie, fiton energji. Në atë moment që ndërprejnë energji në sjep mo, të fiton edhe i thu vetës po, e këto janë do jo shëndetshme për ty. Mundet me kon ajo jo e shëndetshme dhe për tjetrin varet të nja e shërë. Se edhe kritika edhe një jo, si vjen nga fëmija jot apo nga një njeri i dashtun, e ka dhe me thonin tonë vetë edhe për vetën tonë. Për me reflektu nga çështje, e vërtet është që largohen njerëz, po kur i vjen momenti mu qkap me dikon vjen. Ka njerëz që të largohen edhe që i ki pas raportet e mira, po kur i vjen koha, në këtë drejtim ose vjen njerëz me ty, jo, në atë rrugtimin e vetë, shkojnë zbashku, ose shkojnë lidhje të zbedhe të uftu. Po ashtu shto në njerëzit të më thonë transformohem permanent, çdo njoni prej neve, dikush ose rritet, hala, dikush ose rrin aty ku është, nuk rritet ma shumë, dhe normal se ata persona masane nuk mundën me ecë me ty. Po, edhe është absolut okej.
ata mujnë me nejtë që aty ku janë, dhe është vendimi jonë atëherë, se si pajto me këtë qeshtja, apo që zgjidhet të nejtë konflikt me vetën tonë në defekt. Gjithçka gjinet në vetën tonë. Edhe e vrejnë tani se ata njerëz që janë vetja vetë dhe janë në ato lidhje që janë të lira, pa kushtëzimet mëdhaja, pa pritjet mëdhaja nga njëri tjetri, ato lidhje funksionojnë gjithë. Ajo Po përshmëria toleranca që në kuptimi edhe si shkon përzgjedhjen komunikim, ato lidhje funksionojnë gjithë, se është dashja e dy anëve me zgjedh konfliktet. Edhe me majtë atë lidhje. Se tash në përfundim, kur gjë nuk funksionon veç nga një anë. Ama asgjë është e natyrshme. Nuk është që po krijojmë na diçka të re, po është e natyrshme. Na të dhënien pa prit, edhe që vjen është mbështetja edhe nga ana e kundërt, pa prit, nga një person që don ta dhon mbështetjen edhe don të pa mirë, ajo vjen tani pa kushte. Pa i thon ti, pa prit. Po. Për që arsye është, domethënë kjo pjesa e vetdijes është e domosdoshme, që sa më shumë vetëdijsohesh e kupton, domethënë jetën në çdo nivel, e kupton pse po ndodh që kjo, e kupton pse kjo. Domethënë pjesa e vetdijes se është bosh inxhinier i vetes tonë të mbrëmshme, edhe Munesh me kuptu shumë. edhe është jeta, është domethënë jeta merr komplet një tjetër kuptim. Ngritet një kualitet në vetën tonë, një kënaqësi në vetën tonë, një energji shumë e lartë në vetën tonë, kur i njeh këto 3 komponente, vetbesimin, vetdijen edhe vetvlerësimin, reduktohet pasiguria dhe frika, edhe tani asnjëherë nuk je i gatshëm me pagu, keq me mu kthy aty ku je kon, që nuk je kon e kënaqur në vetë. Po. Kjo është shpërblimi i energjisë që të vjen tani ty si person. Po qysh e cek e ti, unë nuk mëj me vizualizu dhe me dash diçka tjetër, nëse unë e kom një blokadë në ndijen tem pa u transformu, se prap më dalon ajo. Për ata është lidhja e mendimeve me intuicionin shumë më rëndësi. Po kjo është që e bukura se kur punon me vetdije, domethënë ngrit vetdijen tonë, edhe fillon me njoh vetën tonë të vërtet kush je. Edhe në këtë mënyrë, masanaj, domethënë, unë gjithmonë tham, se mpyesin njerëzit çish me manifestu këto, çish me manifestu, unë gjithmonë tham, mos lypem me manifestu kur gjoh. Veç dush më marr me veten. Lyp me u bo inxhinier i vetes tonë. Me fillu ka pak me qi diçka të re. Njoftoje veten tonë spori kush je. Sidomos me njoh veten tonë sa më shumë në qetësi, domethënë, ajo meditimi që është krejt këto, domethënë është thjesht me ti për me njoh veten tonë më thellë se kush je. Me ditë se çka don. Se vetëm këtë mënyrë ti qartësohesh. Kur e njeh veten tonë, rritet vetbesimi, rritet vetdia jote. E vlerëson veten më ndryshe. Nuk lejon mo, ti nuk ki nevojë mo as për lavdata, as nuk ki nevojë për komente të tjerëve, as për komplimente, as për gjë se krejt ato ti vet i zbulon brenda vetes. E tash kur i zbulon krejt çdo. Është vetë knasia ngritet, vetë knasia dhe nuk e ki tani të nevojshme atë. Po jo, se ti lidhesh me shpirtin tonë. Po. Kur lidhesh me shpirtin tonë, e ndëgjon intuitin, zonin tonë të mbrëmshëm. Që zoni jonë i mbrëmshëm krejt kohën neve na tregon rrugën ka me shku. Po. Që kjo është në fakt ligji i tërheqjes. Mirë është me të ardhur prap se prap nga një kompliment, a me të ardhur tamam kështu që Po, duhet me pas kujdes se komplimentet e sotme nuk janë më origjinale, po kupton? Por ata tash duhet me qenë autentik që të përshtatet ty. Po, e kështu që unë sinqerisht nuk e kam fort, edhe kur më thot dikush ndaj kompliment, seriozisht nuk e marr shumë serioz. A vjen se diçka nuk e nevojshme. Çfarë monedhe vjen, po në bare ç'është vjen.
Po muaret edhe për kuj vjen, nëse një person i vetëdijshëm, me vetëdije të lartë, më jep kompliment atë po, bërë si kompliment. Ama çfarë do komplimenti nuk e ndjej, do më thonë që, wow, më tha që tash ky person ç'tallën e tash që po shkrinë. Jo me bo jetën të varën nga komplimentet. Aja në shtatë vynë si fëmijë, po aty këtu që kjo varësia e komplimenteve, kur ta jap një feedback dikush që kjo më duk mirë apo kjo po duket mirë apo. Po, që kjo varësia e komplimenteve shembull tregon edhe sakt se sa njeriu e ka fokusin botën e jashtme edhe sa ka vetë besimin e vet. Po, se ai ka qef me konë në qendit vëmendjes. Jo vetëm me konë i mirë, po kur e kryojmë ka njëherë një rol të viktimes që ku me ditë deri ku shkojnë veç për me u pa. Aty ka sprastin shpirtërore. Dyat. Edhe në këtë tepër të mirë, po edhe në këtë rolin e viktimes, ata njerëz nuk janë të përmbushur. Para gjyku këto, se fakt aty një mungon plotësimi shpirtëror, sa ajo të vetëdijshëm nuk e di, po nuk është të shëndetshme as për personin vet. Nuk është të shëndetshme as për personin, as për rrethin, sepse e ke pa njerëz, domethënë se sot gjithçka është ka shkon pak a shumë kur nuk ki vetë besim, atëherë ti je në ego. E qatë ego ti e prezanton të njerëzit. Se tash për shembull shifet edhe me postimet që i bohen. Do të thonë shumica, më me thonë 90% postimeve nuk janë mënyrë të vetëdijshme, se me qenë i vetëdijshëm e ka një komplet tjetër drejtim, edhe një tjetër pasqyrim, apo kupton? Se shembull në qëtë botë edhe në qëtë energji jemi shumica, apo e shohim se sa janë larg njerëzit prej vetëdijes. E kjo do të thonë, kur janë njerëzit e pa vetëdijshëm, tregon që ata nuk kanë vetë besim. Edhe mundohen hajt një farë mënyrë diçka të bëj, të më rri, po na në qëtë mënyrë, në fakt, veç shkojmë të e dëmtu tjetrin. Do të thonë, çka jemi të dhonë botës na? Çka po krijoj? Se gjithçka është zinxhir. Mos vetbesimi yt, jo vetë se të bën dëm ty, po ti e dëmton edhe rrethin ton. Edhe vetëm me energji, do shta hiq pa sjellje, hiq pa vepra, po edhe vetëm me energji. Se energjia do të thonë vibron në krejt horizontin, kudo. Sa ma shumë njerëz pa vetëdijshëm, sa ma pak vetbesim, aq ma shumë ego. Do të thonë, atë çka po ndodh me botën. E nëse po mundohem na krejt me ndihmu botës, me pas një botë më të mirë, me ndryshu një të ardhme më të mirë, më të vetëdijshme. Atë duhet me punu me vetbesimin tonë. Po, domi me qenë pikpari me të lidhën me veten. Me njoft vlerat tona. Po, me njoft vlerat tona. Me njoft vlerat tona. Çka është e vlerëshme? Mundet me ndryshu diçka, se na botën nuk mund me ndryshu vetëm veten tonë. Kur? Është pa na, do të thonë se njeriu ka më shumë ndikim për fat keq, për të keq në botën e jashtme se sa për të mirë. Pse po them kështu? Se unë për shembull foli për vetdijen, dal postoj për vetdijen, edhe ti në çfarë mënyrë, edhe unë i marr 50 like. Kupton? Jo që mërzit na për shembull. Po të kuptoj. Po të mërzit, po, apet të mërzit, se e shef sa ku janë njerëzit në vërtet. E del dikush masanej, e poston budallakin më të madhe, i merr 50.000 like. Kupton? E arrit popullin këtë mënyrë. Kjo është e mërzitshme. Kjo në fakt mërzit. Edhe në qëtë mënyrë, a jetu e po që na njerëzit do më thonë ndikohen. Okej, ti mund është me thonë, hajtë se për një like temi nuk merret vesh. Merret vesh. Merret vesh edhe shumë, se na po i suportojmë që ata. Na po ja jepim krahin dikujna
që në fakt është ka e dëmton botën. Të jap energjinë tonë. Normal është ajo. Çdo llaj është një pjesë e energjisë tonë. Ama unë e tham derisa mësojmë na njerëzit, mos me i pa njerëzit mos si njerëz, po si energji, gjithmonë kemi me u ndiku për skeqin. Gjithmonë. Derisa nuk vedisohet. Derisa nuk je autentik, derisa nuk kopjon mu. Derisa, do të thonë, nuk je vetja jote vërtet. E Fiqi, me fillim e folëm na, që nga rritja jonë vjen, a ki po ato këqyra ato që ka po bën, këqyra këto që ka po arrit, që të sjellën bisedat rreth krahasimeve. Këto janë krejt sugjestione që e kemi marrë me veti. Derisa të fillojmë këto me reduktu dhe me kriju secili person, mendimin e vet, për shembull për një person që ka paraqet, ka me vyft kohë. Unë besoj që ka me vyft generacione. Ka me pas shumë kohë, se unë nuk jam të e pa që është ka përparon bota ose njerëzimi për të mirë, po ma shumë është ka fundoset. Tash për shembull, na mundem me mendu pozitiv sa duhet. Inshallah, jo. Na mundem me mendu, jo. Është ajo s'ka shifet, tregojnë gjanën vet. Pozitiviteti është zhvillimi. Pozitiviteti nuk është unë gjithmonë jam i lumtur i kënaqur. Edhe vizualizimi me ëndrat e mira, njët energji pozitive dhe met në aty. Pozitiviteti është zhvillimi. Do më thonë, në zhvillim ka edhe Fiqi herausfordron që shifrot. Sfida. Ka dhe sfida. Në dëshirat plotësohen, pa jo me gaq mund mi qitë në praktikë dhe mi përballu sfidat, ato që më vinë, që janë individualisht të çdo njeri. Pa vetë besim nuk mundesh mi përballu. Nëse paraqitet një njeri autentik, edhe e ka marrë atë rrugtimin e vet, kjo mundi tani një trend tjerë të pak, nëse nuk janë të gatshëm mu fut mu marrë me veten. Tani ikin. Për ata i vyn kohë gjithë dhe edhe është të drejta secilit me vendos për ato më të mirën që ka e din për veti. Po patjetër është e drejtë e secilit, se vërtet e përdorim shpesh këtë fjalë, është e drejtë e secilit, po unë them prap, nuk është edhe bashkë e drejtë, se gjithmonë para se ta bëjsh një veprim, mendoje me çfarë intencioni jetu je bo. Çka po don me kontribu, se na secili e ki pa për shembull dikush e bën një vepër e thojmë ka bën një kontribut. Po na kontributet bën secili prej neve edhe vetëm me një fjalë. Jo, nuk është, nuk sqarohet kjo, është e drejta atij që ai ka drejt, unë i them që çka do që boni e ka mirë. Paraqitja jo e mirë nuk i thuhet që është e mirë, po nuk mundesh me ndryshu. Nuk mundesh me ndryshu në veten tonë atë çështje, nështë mos më marr me atë person dhe më fut në paqe me veten tonë, se nuk mundesh me ndryshu, po nuk është të thonë që është e mirë. Jo, normal është ajo. Gjestet që të lëndojnë apo pa drejtat që bënte, nuk mundesh me thonë është e mirë. Gjesti asnjëherë nuk futet në vetë paqen tonë, në paqen tonë shkon për me u liru nga ajo energji vet. Jo që i thu, mirë ma bone edhe prap bone, thash është e mirë sa orë. Jo, kjo nuk shkon atëherë në vetë lirësim. Po është drejta ati në mënyrë deri sa të shkon. Deri sa të shkon të aprovon. Pse kur je i lidhur me veten ti, ajo është je vetja jote, ti je dhe i shëndetshëm. Ti po pranon transformimin, ajo të kthehet tani në shëndet. Kur nuk je vetja jote, herët ose vonë, ti duhesh mu ballafaqu me veten tonë, po nëse jo me mendje, të paraqiten një trup. Jo, që po thon këtë fjalë, hak mere diçka, po ku me diçka, po kjo është vetë procesi i çdo njerit.
tash në Zvicër këtu flitet, te na se kemi pas kohën u zhvillu se kemi pas krejt gjashtë tjera na populli jonë. Në Zvicër, këto vitet e fundit, kanë zgjedh profesionin që është i mirë për shembull që paguhet mirë dhe e kanë nik një siguri financiare. Por çka po ndodh tash, sidomos te femnët kur i mushin 50 vjet, po e vren veten që nuk janë të kënaqur, kërkon hiç, edhe pse i kanë kushtet financiare. Edhe më herët. Po, e tani po fillojnë më kthyn nga vetja dhe e shohin se ai vendim a ka ardhur edhe te këta shkolla ashtu, kështu vjen nga prind, mazi është te këta se sa te na. Mi marr vendimet për jetën e vet. Edhe e vren që kërkon hiç, s'kan përzgjedh çka në kon vetja. Po. Është për ata nuk është luks më marrë me ndjenja. Është domosdoshmë, sa të thëmë, domosdoshmë, ma herët. I lumja e fëmijë që e ka Është detyrë. e orienton nga koha detyrë, e orienton nga koha për me u lidh me veten edhe me gjetë ato elementet e veta, me forcu vetdijen, vetëvlerësimin, vetdijen, zhduket frika me marr këto shëndetshme. Si egon, si frika, se frika mund të me qenë edhe mbrojtëse. Normal, se gjitha janë. Me ditë se po e bëj, e me ditë ku po e qes, dhe me ditë apo e vrojt i kanë. Na, frika për shembull, pa kalune për frika së rritet as vetbesimi. Jo, se aty mund më konë edhe potenciali i madh. Po, nëse një fëmijë e rritet, frikës. nëse një fëmijë i jepet nga prind, mjafton nga një harnjoni, një vetdije përplot me veti, që ai e mëson me reflektu me një çdo temë, ai gjithë ka jetën në dorë dhe boti pamvarur. Po nuk është e thonë që një person boti pamvarur, ai mundet më bëj keq edhe i ftoft absolut hiç, ai mundet më qenë empatik edhe një frymëzues pozitiv shumë për rrethin. Sa ai nuk po pat nevojshme tani mi pas ato lakmijat edhe ato mangësit që i minin shpirt, ai është i plotësuar. Ai njeri të pasionon me gjithçka. Kjo është e mira këtu që shumë frigohen njerëz, mu fut në veten, menojnë që kur bën të pamvarur, bëhen e pa arritshme, të pa kapur. Jo, nëse e nin tokën jo. Nëse shkon për tokë jo, ata njerëz bën shumë pasuri për rrethin, po, pasuri shpirtërore për rrethin. Njerëzit që kanë vetbesim vërtet një farë mënyre si reflektojnë si mendje mdhaje, domethënë po, këto domethënë reflektojnë që po. I thojnë që janë arrogant ose mendje mdhaje, ose po ajo është në fakt ai person vetëm që ka vetbesim të plot, sepse njerëzit që kanë vetbesim, edhe qëndrimin e trupit e kanë komplet ndryshe. Se trupi çdo herë flet. Po, është një paraqitje këtë ndryshe, ka qëndrimin ndryshe edhe automatikisht ti kimi u dog njerëzve të tjerë si jo i mirë, do më thonë edhe këtu të etiketojnë pak si i pa dashur, i pa, do më thonë, jo, që shtojmë na, ish i keq, ish kështu, ish ashtu. Po, mundet me qenë edhe këtë vetbesimi i tepërt të fiqim. Vetbesimi i tepërt është vetbesimi i tepërt. Ajo kalon tani në ajo tani kalon në ego. Ajo nuk është më shëndetshme, ajo është ego, prap, që ajo dashuria e tepruar për veten, edhe që këto, sidomos, e shohim jashtëzakonisht shumë në kohën e sotit. Kjo rrit. Tuj e kesh interpretu vetbesimin. Gjithçka që del jashtë balancës nuk është e shëndetshme. Po, me net një balancim një mes. Po, do më thonë, vetbesim nuk do më thonë kur gjë tjetër, pos me njoh veten tonë, me njoh vlerat e tua, me ditë kush je, me ditë çka po ndjen, çka po don nga jeta, edhe çka s'din. Edhe mos më bëj veten më poshtë as më lart kurse dikush tjetër. Thjesht më puni qartë me veten tonë. Me ditë çka po don për jetës. E as më lart, kjo është rëndësi. Kjo, sidomos se na shqiptarët, kjo pjesa e civilizimit edhe modernizimit që e quajmë na, që e shohim si modernizim, si vetbesim, si guximshme, sidomos te femnat pak a shumë, ka dal jashtë normales. Edhe keq interpretohet. Se do thonë vetbesim nëse del, po thonë tash këtë mënyrë,
vërtet çarabeshesh me një farë mënyrë edhe mendon që veç vetë ki me drejtë edhe kërkush tjetër s'e ka me drejtë. Kjo s'ka lidhje me vetbesim, kjo është total ego. Kjo është vetbesimi atë tepër i ngritun. Aty tani mas në këtë vetbesimin tepër të lartë edhe këtë guximin tepër të lartë, mas ka pasiguri. Apo pasiguri. Ardita po pyet vetëm shpejt si me reagu kur njerëzit bojnë shumë pyetje. Unë gjithmonë them para se të reagojsh ndaj çdo gjoje, gjithmonë pyet e veten më konë e rëndësishme. Çka me marr vendime, vendimet e vogla luajnë jashtëzakonisht rol në gjithçka. Në energjitë tonë, në energjinë e tjerëve. Gjithmonë ato 2 sekondat e 3 sekondat e parë mund mi kontrollu me menaxhu. Edhe për përgjigje për shembull, a ku duhet përgjigje as ku duhet përgjigje. Nga njëherë krijon të situata që nuk mundesh nuk i kam jamajt. Aty 2 teknika që mujnë me ndihmu është ose kthe ti pyetje, pyet ti, ose ndro temën. Tash këtu për shembull pyetja mbaret a bëhet pyetja se kërkon dikush një këshill prej teje? Apo bëhet pyetja për çona tua personale? Mbaret për çka bëhet pyetja. Nëse dikush don thjesht me nxjerr nga ti ato privatësinë tënde, aty si ki të nevojshme me u përgjigj për kur gjë. Absolut hiç. Bile përkundrazi. Unë aty komplet e hupi temën. Me vetdijet plot, si përgjigjna. Po për me nalat energjia dhe me nejt ma balancume, atëherë ndonjë pyetje me ashtru tjetrit edhe automatikisht e kthen atëherë vetë reflektim, e shtin me menu si çka po do mu përgjigje dhe nalat e kputat ato pyetjet e shumta që vinë. Ose me ndru temën. Ziza po shkruan që kur jam të fol me dikon, pak mendoj se po m'hup. Këto munet me konë, munet zis, nuk po thëmë që është, ndonjë blokadë në komunikim. Edhe të blokon të një ajo, e mendon që e hup. Ka njerës që shkojnë provim edhe atë potencialin ma të shumëtin që e kanë për ditë, që e din krejt, po flasë këto dhe për vetën, paras disa vjetëve, ka humbë në provim. Rendito në vetëm një sekundë, me një herë vi, vazhdo t'i fol, vazhdo fol, unë e me një... Nështë ta vjen në i pytja dhe komunikojmë këto. E kitë kjartëzis munet. Kështu që unë të propozoj, fol ti, fol, a gabova, s'gabove, fol. Konfrontohu me këtë pjesë, nuk ka dert me gabu. është shumë e rëndësishme edhe me kuptu emocionin e tjerëve, sepse zakonisht edhe emocioni tjetrit, se na njerëzit ndikohem shumë përmes e emocioneve, edhe vetbesimi janë ndikohet shumë edhe prej emocioneve të tjerëve. Pra, për qatë arsye është edhe shumë e rëndësishme thjesht ku po e marrim fokusin na. Çka me kon po rrim, çka po shikojmë, çfarë informacionesh po marrim, se krejt këto, i gjitha kjo, ka ndikim në emocionet tona. Edhe në qëtë mënyrë na ndikohem, edhe në qëtë mënyrë na edhe sulmohem në një farë mënyre. Rregullisht. E tani është tjetra që nëse nuk punojmë na non-stop me emocionet tona, me mendimet tona, me ndjenjat tona, nëse nuk bo stili jetës, do më thonë pjesa e vetdijes, e vetbesimit, e vetvlerësimit to, vetdia sidomos, atëherë edhe vetbesimi, edhe vetvlerësimi na ndikohen. Pa marrë parasysh, sepse kemi sot për sot kemi miliona informacione edhe energji që sulmohem çdo ditë. Shumë informacione vinë, po. E nëse vërtet nuk dim me mbrojt veten, nuk dim me bo një farë lloj filtrimi, një farë pastrimi të energjive e këto, atëherë na edhe pse merrem me veten, punojmë me veten, kemi vetbesim prapë na mundem në çdo ditë mundem me u ndiku. Për që ata kjo pjesa vetdijes
Nuk është thjesht po e mësoj një herë edhe tash e di. Bile, aty ndodh gabimi më i madh, edhe ajo farë shajtën që jetojnë gjermanisht, se di që jetojnë shqip. Dështim? Po, dështimi më i madh. Tamam, faleminderit. Ndodh dështimi më i madh te njerëzit që ndalojnë me punu me veten e tyre. Se mendojnë që unë kam mësu, unë e di mjaftueshëm, edhe tashit po nona, s'po vazhdoj më tutje. Është gabim. Sikur që vetëdijsohesh për ushqimin, që ushqimi i shëndetshëm është i rëndësishëm për shëndetin tonë, në njëjtën mënyrë janë mendimet, emocionet, domethënë gjitha ato, sepse jemi qenje njerëzore, jemi, domethënë kemi dallim prej kafshëve, që ndikohen emocionalisht çdo ditë. Lumë shumë rol me konë dhe me konë e kalujmë kohën. Çdo ditë domethënë ndikohet vetbesimi jonë. Çdo ditë. Jo vetëm kur kemi qenë vogjël edhe kemi kriju tash na vetbesimin, po çdo ditë. Po harresa si përmirësohet ka Valbora Rautaj. Harresa, të më përgjithë që e fiqe? Jo, po. Mundet me pas shumë arsye, mundet me ardhë nga ngarkesat e mendimeve, mundet me ardhë nga lodhja, mundet me ardhë nga vitaminat trupore. Gjeja si pse dhe kur po harron, edhe konsultohu me një profesionalist për këtë çështje. Ndoshta ki nevojë me bëni ndryshim te vetja jote apo një intervenim. Unë kisha dashur edhe me shtu këto që harresa vjen zakonisht prej obligimeve tepërta, detyra tepërta që i vendosin ngarkesat e mendimeve, po. Edhe je gjithmonë me mendime ose në të ardhmen, sidomos më shumë, nuk je kur prezent, domethënë me kohën. E këto mundet edhe me ushtru, të i fillu, të i aktivizu këto shqisat pak më shumë, me qenë sa më shumë prezent aty ku është. Po shkruan, është njëjta për më duket Valbona edhe gjërat që kanë ndodhur sot, domethënë harresën momentane. Atëherë është e mundshme që nuk i regjistron. Nuk e regjistron, kështu që nganjëherë mundet të konë edhe një mungesë e vitaminave. Po. Kisha thonë nevojë të konsultojmë te mjeku për me këqyr, tamam se gjithë mjeku e vërteton fiziologjinë, se çka po mungon. Nëse jo, atëherë mundet me pas bëme me këto çka po thot fiqe, ngarkesat, po, në botën emocionale. Ushqimi, se çfarë sa kualitativ është ushqimi, domethënë kjo është shumë lund rol. Si ushqim trupin, ashtu duhet me ushqy edhe trurin, shpirtin. Gjithmonë mos harroni se gjithmonë fillon një herë tuj e ushqy trurin. E truni çish ushqehet në mënyrën më adekuate, kur jemi 100% vetvetja. Meditacioni është shumë i mirë për mendimet. Hej. Ti që apo një? Kush po folë qëto? Ti që si tu një? Po? Se di pse? Më do që foli dikush tjetër. Aha, apo një në tash? Po mirë është. Aha, okej. Do më thonë që gjithmonë një herë fillon ushqimi i trurit, masa në vinë të gjana tjera. Me meditacion. A i thënë plotësisht në tash edhe këtu. Meditacioni është një teknik për gjendjen mendore shumë e fortë dhe shumë e propozoj. Edhe hipnoza, por meditacioni ti fiqe edhen që fokusohet vetëm një mendim. Po, është për fokus. Edhe i shtyn ato që çka nuk do një pasmo. Mendimet. Valbona ndodh dhe nga mungesa e vitaminave, natyrisht që ndodh, po unë e mendoj më shumë që sa më shumë e qenë prezent. Edhe me pyet veten sa emocione je ka shtyp, sa je vetvetja, sinqerisht, është shumë e rëndësishme. Se sa më shumë që jemi vetvetja,
sa ma shumë që i nxjerrin emocionet jashtë, aq ma shumë lirojmë energji mbrana vetes. Aty kur lirohet energjia, masandej trupi funksionon në mënyrën më të mirë. Si deproj me disa persona që nuk të pëlqejnë në punë. Ti që i përgjigju ti qëto. Okej. Unë gjithmonë e pyeti veten, pse s'është kam pëlqen që ky person? Pse po e vlerësoj kështu punën? Nuk nisa me njerë nga personi, nuk e qes gishtin kështu, po e kthe gishtin për vetes. Pse s'është kam pëlqen që ky person? Çfarë pritshmërish kom unë? A për fjenor? Po më duket që është ka lidhë dikush tjetër. Aha, se edhe ty po të hub zonin. Okej. Kush u kanë avut? S'pedi. Okej. E thonë që fëmija mi. S'pedi. Unë veç edhe pak e nduhet më dalë, se e kam një masterclass. Okej, në sa është ora? Ora edhe 2 minuta në 8. Po gati një ora. Po. Qëtë një pyetje është gati ditë në dalë. Po, kështu që Ardita, pse s'po të pëlqejnë që ata persona? Çfarë pritshmërish ki ti prej tyne? Edhe thjesht nëse nuk pëlqejnë, atëherë duhesh me marrë një vendim, gjithmonë. Ato më nejtë aty me vazhdu qashtu, apo donë me ndryshu, apo thjesht nuk është su mja bo vetit do pyetje të kjarta, çka po donë? Edhe të kjo tani të qënë në distancë emocionale, po. Bravo, kjo. Një të qenë. Unë, kur harroj diçka, kthejna që aty ku jam konë, edhe m'bjen ndërmend çka ku ndoshtë. O, Ziz, ti ko këtë top! Ziz! Okej. Dhe reflektim shumë i mirë. Teknik shumë i mirë. Po. Prapa ty edhe të rikujtohet. Qyre, ka njëherë neve edhe thjesht, unë besoj shumë në të vetën teme të lartë, edhe du më thonë në diçka më të madhe. Sot isha rrugës edhe ty pra kjerit, edhe hina një autostradë, edhe do isha më gutë pa, edhe. Tamon, kom hinë autostradë, në thonë që mund është në qëtë qatë tempo me shku, edhe sa kom hinë, më vjen një kamion del për para. Edhe e zotnia veç të dhejtë. Edhe dikur thash, okej, ky rastisht nuk më ka orë këtu, ky kamion të dhejtë, edhe kom shku krejt kohën të dhejtë, mas ti edhe kom shiju mirë, kështu që atë kështu natyrën, herk nej, pa asin lloj stresi. Se unë e di që shumë qka harrojmë, ose na del diçka për para, na ndalon për një arsye. Na kur nuk e dim pse. Kështu që nuk duhet me marrë diçka si tragjike ose si negative, nëse harrojmë gjanat, nëse... Ama, bon me pyet veten, pse ku ndodh që kjo është okej. Jeni të mrekullueshëm, me respekt për juve, faleminderit shumë, Benta. Faleminderit shumë. Për harresën apo për gjithçka, në story teme e qes një link, një hipno meditacioni që ku mi ngjizu dhe është një mund njerëzve shumë. Shqetësu mendimet se kjo shkon tani gjithçka shkon aktivizohet parasimpatikusi, gjithçka shkon se nuk na nuk me qenë gjithë aktiv në gjendjen e mbijetesës. Po na duhet edhe qetësia. E provojeni edhe shifni që shpon dikon, fiqi po mdo këtë duhet mu largu, a do një me dalë na prap? Dhe në çfarë time? Si të veprojmë kur dikush mundohet me qitë poshtë me fjallë. Qka po me ndonë Ardit, hajt, qka kështë bo, qka bon ti? Unë kom qef shumë edhe me i marë edhe mendimet e tjerve ka njëherë. Valbona për thot ma dërgo hipnomeditime. Valbona am njek, e postoj në story, ose më shenon edhe ta qoj linkun.
Te pyetja apo do me lon ato mu përgjigj apo çka bën kur të ofendon dikush? Përgjigju. Ofendimi që ndodh në atë moment asnjëherë nuk ka të bëme me ty. Ka pikë pari me atë personin vet. Po prek edhe lëndon. Kështu se distanca emocionale edhe futun veten prap se prap po vim këtu edhe reflektomi këtë temë që s'ka të bëme me ty. Edhe largojmë. Nëse në vazhdimsi ndodh, atëherë këto komunikime nuk bëjnë. One kisha dashur diçka më shtu, se jo çdo emocion e ka vlerën e vet. Edhe nëse dikush mundohet me të ul ty me fjalë, nëse s'ki qore pa u taku me çat person, se kanë herë s'kem qore, s'kem këmi personave, atëherë përmbledhe mirë. Jo me grushta. Zgjedhja më shpejt nga fiqi. Jo me grushta. Po, mu pëlqen kanë herë edhe kjo pjesa e animalist që duhet me përdorë, se na e kemi ato mbrana neve. Edhe nëse nuk e nxjerrim jashtë që ato qajo animalia që nuk e qëtë jashtë, kthehet në ty. E a ki po të ne ajo pjesa që ajo që vjen që tu, o jo mush, më ka du me kohë. Po, për ata është që s'ja kom thonë. Po, kur i thu njerit, është shumë e rëndësishme qysh komunikojmë, mos me ofendu, po që dojnë në një farmyrë me abo shahmat. Qaj kur mos me qelë gojnë me këto ndishme. Në njërë qetë dhe maje qëtësin tonë edhe aj tjetëri ka një vrejnë që nuk mundet me të arritë. Po. Se kur flasim njërë vetëdijshme, si fjallë të janë vibrime, vibrojnë. Kur flasim njërë vetëdijshme, atëherë të vibron më nërë se aj personi. Edhe në këtë njërë të jam shelë gojën ati personi, edhe kur takohesh me to, prap ti e din që e kry punën tonde. Edhe aj mos pull. Se vërtet është mirë me provu njëherë me distancu, me largu atë person edhe me pyet vetë, me pse më tërheq, po jo kanë njerë do persona që thjesht na i çon jeta për me shëru diçka mbrana neve edhe për me nxjerrë çat emocion. E kështu që përmbledhe pa keqardhje. Ka dhe mënyra tjera me nxjerrë atë emocion, i fiqi seriozisht aja vlen me komuniku me atë tjetrin, po ajo, këto më spori me pyet vetë. Nëse nuk mundi me shku në përzgjidhje, atëherë me zgjedh teknika tjera me jekat emocion. Po çashtu është, po unë e di që se spiritualiteti thot gjithmonë me dashuri, me të mirë, po dashuria e tepërt, okay? Ta ul pak autenticitetin, se autenticiteti vibron hala manel si dashuria. Se ti kur je autentik, gjithmonë je me burimin, në thelbin tonë. Nëse me dashuri mundesh me shtyp një pjesë të emocionit, se unë punoj, do më thonë përceki prap me astrologji edhe di se çfarë ndikimi ka dhe tash jetojnë në qatë mënyrë se vetë me të vërtet na jemi mësu të ndëgju mentor ndryshëm që thojnë me dashuri po. Po ka njerëz që thjesht duhesh se jeta ajo reflektohet, ajo kanalizohet përmes neve. Edhe për më na shëru, ka njerë na duhet me qitë jashtë. Për me aktivizu zjarën mbrana neve, thjesht duhesh me ditë me komunik. Por vetëm që shtash ma herët, mënyrë elegante. Po, nëse mune taj tjetëri me majtë qëtësin, dashuria nuk do në thotë që unë rri gjithmonë ortë. Po pra, po që ato po mendoj une? Po kupton, dashuria dhe flet. Nuk është të thonë që gjithmonë rri ortë, e mos më marrë me atë pjesë dhe mos më pranum lefin edhe mërzin, pa tjetër mi pranum si janë pjesë tjetës. Po me dy qësh me transferu, qësh me thonë ati tjetërit për me arrit qëllimit. Po. Me gjetë mënyrën, po prapë se prapë jo me dy fiqi, duhet me folë, po. Duhet me folë për vete. Duhet me folë, sepse do persona thjesht nuk e kuptojnë. E provon me dashuri, se jo shumë njerëz, por sidomos persona që son vetëdijshëm, ata nuk e dinë çfarë është dashuria. Ata me një farë mënyrë prap kanë me të sulmu. Ama une
normal që ja bëj mas pari vetit pyetjen, pse unë të tërheq gjithmonë që të njeri, ama tash e di që thjesht disa persona na i çon jeta neve për me na shëru neve, për me nxjerr jashtë çat emocion se kreta emocionet ekzistojnë në vistën e tyre, si dhënimi, si nervoza, si dashuria sekreta, se na nuk du tash vetëm dashuri. Dashuri për mu është nëse unë e nxjerr çato të keqin prej meje. Amo që është thjesht në mënyrë elegante. Unë duhet më dalë. Okej, se mas të klasa e me ka fillu që 10 minuta gati. Na shënoni këto se çfarë teme ju intereson në të ardhmen, edhe tani këqyri me fiqin kur me një prapë live. Edhe për çdo pyetje, shënoni fiqin apo mu, edhe jemi këtu për me dhënë mbështetje. Okej, faleminderit fiqi për kohën, për faleminderit edhe ty. Mirë pafshim, kalon mirë në ligjërata. Gjithashtu faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë pafshim. Ciao.